Mato personifikon njeriun e mirë, të guximshëm, patriot dhe qytetar, që ditë të përballojë jetën ashtu siç ajo vjen, me lëndina e male, me gëzime e idhërime, me fitore e humbje, duke mos e përpuzur, por duke e jetuar me dinjitet. Unë e njoh Maton 10 vjeçarin e fundit, por e vlerësoj si intelektual dhe shkrimtar në kërkim të më të mirës. Dhe sa herë që takojmë e bisedojmë për letësinë, politikën, situatën social-ekonomike, artin, mjekësinë, më kujtohet thënia e Sadiut, një shok më të mirë se vetja kërko, se po qesi ti atë s'ke që do. Sot, ne mikë dhe të afërmit e ti, asistojmë me kënaqësi dhe respekt në këtë përvjetor të lidhjes dhe prezantimin e romanit Shpresa. 70 vjetët e jetës intensive dhe me ngjarje esenciale të saj, këto të jetuara me dignitet e kurajo janë mëse të mjaftueshme për të realizuar një roman dinjitoz dhe të vërtet, sepse Mato është vetvetja në të gjithë prodhitarin letrare, sepse ai e di mirë atë që thoshte Sadiu, kush përpiqet të imitoj, përfundon gjithnjë tek të metat dhe kurrë të vlerat, të cilat janë të paimitueshme. Çdo njeri gjatë jetës përplaset me detin e të razuar të saj, sepse jeta vetë është një aventurë, është një enigmë, që për të përballuar atë kërkon njerëz kurajos, punëtor, të ndershëm, realist, siç është edhe Mato, autori i romanit që neve e prezantojmë sot. Eroi kryesor i romanit, që personifikon vetë autorin, Martini, ngrihet mbi dhimbjet dhe fatkeqësitë e mëdha të jetës, duke përballuar dhe dhënë mesazhin se jeta duhet të jetohet edhe në dhimbje dhe fatkeqësi, sepse ajo njëherë të dhurohet si e tillë duhet vlerësuar si dhuratë e vyer, që njeriu e ka të shenjtë, motivuese, shpresdhënëse. Pra, në të gjithë romanin, Martinin e karakterizon etja për jetën e mbështetur e nxitur nga shpresa. Shpresat për Martinin janë karburanti që vën në lëvizje jetën. Martini mbijeton dhe reintegrohen në jetën komunitare, duke qenë i dobishëm për veten, familjen e shoqërinë. Ai është njeri i thjeshtë, por i ndershëm dhe realist, që me punën e tij arrin të bëjë karrierë dhe të vlerësohet si shembull i njeriu punëtor, të ndershëm dhe të suksesshëm. Romani ka vlerësime filozofike, letrare për jetën, që e bën atë tërheqjes dhe të kuptueshëm për të gjithë. Martini është personazh jo i fantazuar, por real. Prandaj dhe të krijon respekt dhe dëshirë për ta përfunduar sa më parë romanin për vetë ecurinë e ngjarjes. Nuk kanë munguar dhe vlerësime të ardhur nga shoqata veteranëve, për t'ia lënë pastaj radhën publicistit Todi Petraj, i cili do të eksklamonte mbi narratimin e Mato Kollosit. Në fjalën time, shkurtimisht kam dëshirë të theksoj disa nga vlerat më spikatura të këngëtarisë tuaj, por veçanërisht të romanit tuaj të fundit Shpresa. Jo thjesht se jam në vendin dhe në kohën e duhur, por sepse më duke me shumë interes dhe më duke shumë të rëndësishme, në qoftë se i shohim në optikën e kohës si jetojmë. E para punës, juve i dashur Mato, qoftë direkte, qoftë dhe indirekte, në tërë krijimtarinë tuaj, po edhe në librin e fundit, na thoni që ta duam jetën dhe mos tëmbemi për saj. Edhe atëre ku ajo na kërcen në fyt, si cerberë, edhe kur na tërbor e na kafshon si përbinsh, sepse ju i dashur Mato i kaluat të gjitha rrugët, dhe vetëm kjo i nxorin drejt. Juve na thoni se jeta ka dy duar, me një që na shëllon, na thyen brinj, na thyen dhëmët, na bën hotan, po ama ka dhe tjetër na thoni që ajo të përqafon, të përkëdhet, ta mund si një në dashur. Ju thoni që ajo ka dy faqe, një që i ndrisi margaritar, e i vjen era por zhiloka Jasmin. Po ka dhe tjetër, e cila i nxin, ka trëng me boj, që të neveritet dhe kur e mendon, por që ju na thoni të zgjedhim rrugën e mënçur. Atë që keni zgjedhur dhe juve gjatë gjithë jetës, t'ia puthin faqet që të dyja. Juve i dashur Mato, jeni një eksplorator i suksesshëm në jetë, për gjetjen e shpresave, diamanteve të shpresave.
por jo atje ku shife nga të gjithë, dhe ku mund t'i gjejnë të gjithë. Por jeni eksploator për gjetjen e shpresave të humbura, atje ku nuk shihen, atje ku fshihen, midis tundrave dhe mjekove të dëshpërimit, shkaktuar nga rrëfeshjet të stuhit e hallëve dhe deteve, të cilët ashtu siç dim, na i veshin syt, na i veshin mendjen, dhe duke na bërë jo pak herë të mos çojmë qartë e të mos gjykojmë drejt. Duke mos dashur që të zgjatem më tej, dua të them se si mund mos jenë të dobishme dhe me shumë vlera, filja ju e fuqishme, e cila shtrihet në tërë kapitujt të romanit Shpresa, kur u drejtoni njerëzve, o njerëz, vazhdoni të gërmoni, pareshtu, me durim, me vullnet, me guzim, se do t'i gjeni dhe ju, diamant të Shpresa si gjeta dhe unë. Urime për të dyja. Ndërsa publicisti i njohur Albert Habazaj e ka cilësuar veprën e Kollozit si letërsi moralizuese dhe edukative dhe më tej ka shtuar. Miqësisht ju uroj Mato Kollozit gëzuar ditëlindjen dhe 70 vite të tjera jetë me dinjitet dhe në këmbë. Ndërsa në emër të lidhjes së shqiptarëve dhe të artistëve të Lorës, ju uroj krijimtarit begat, të vërtet dhe modeste si që ka qenë jetë e tij 70 vjeçare. Mato Kollozi, i nderuar i miku i mirë, i respektuar i njeri i bardhë, ta the me shpirt të urim të sinqert. Sa të kesh prym të dritroft, tena e shpirtit të pastër. E të paepur, kam patur fatin që Mato Kollozi mi ka dhuruar të 21 libra të fshi dhe shpresa, që ka botuar me të bujarin e tij fisnike moderne, dhe unë i ruaj të 21 librat e Mato Kollozit në bibliotekën time si një tufë me dafin, sepse të tilla aromë të mirë kanë të 21 librat e madhështorit për para hallive të rënda të jetës, Mato Kollozit të respektuar. Mato e vërtet ka botuar shumë. Pa libra jetë e ti s'ka kuptim, s'funksionon, nuk ekziston. A i do të botoj përsëri, pa pushim, me respekt për jetën, me adhurim për virtytet. Mato Kollozi lëvron me përkushtim të gjitha gjinitë e fushës së letërsisë, që nga vjersha, poema, tregimi, novela, romani, mbresa, kujtime dhe monografia. Unë fjalët e mia të botuara për një nga dhe pretentit të para dhe shumë të qëndrueshme për kohën, si që ishte libri Mikpritja botuar në vitin 2002, i kam shkruar me zëmër për atë njeri model, që nuk u trëm nga jeta halleve, që nuk u tjetërsua nga rrëbeshet e plagëve, sepse donte t'i shëronte, sepse me fjalë shpirti, flet zëmra në luftë me jetën, gdhën të historinë që sarrët. Dhe ja sot, mbledh miqë shok me shpresë të drita, shtron sofrën e mikpritjes me sinqeritetin e gjerë si deti, që e vërteta e skalitur të triumfoj si Martin Kalemi hyn i nderuar. Kur njeriu punon me mas, puna kthehet në një kënaqësi dhe ajo ja përtrin forcat. Pra shkruan deratat e parimet e estetikës, puna e përmirëson gjendjen trupore të njeriut, jo më pak se pushimi dhe ushqimi. Puna, ushqimi, pushimi, edukimi, mendjes dhe shpirtit të Mato Kollozit është pikërisht botimi i librave. Ai shkruan e boton letërsi edukative, moralizuese, që ka vlera njohëse, që ka vlera edukative e sidomos sot. Në këtë kohë të çoroditur, ku ka shmangje nga boshti i ekuilibrit të dinjitetit të jetës qytetare e të kulturuar, letërsia morale e Mato Kollozit merr vlera të reja, të qëndrueshme, të domosdoshme. Librat e tij edukativ realizojnë me përgjegjësi atë që nuk e realizojnë dot mësues e shkolla të tëra në Vlorë dhe jo vetëm në qytetin tonë, por në mbarë shoqërinë e sotme shqiptare. Mato Kollozi është nga ata njerëz që nuk pret nga të tjerët, ai bën për të tjerët.
Nuk kanë munguar dhe përshëndetjet modeste të një grupi miq nga Fjeri, vargje të cilat u përcollën nga Vangel Petro, bashkautori i një prej librave të Mato Kollosit. Gëzuar. Mato ne shokët të urojnë. Gëzuar 70 vjetore. Qofshi i lumtur, i shëndetshëm, o miku ynë i përhershëm. Për rufet që ranë në qelli, rufet prit su bereti. Kurajoz e burë fortur me punhape çdo portë. Shkrove prozë, poezi, romane e monografi dhe mesazhin me rëndësi mbi dhëmbjen lindë diellëri. Të lumë të mendja edhe dorë për veprat e të shkruar. Ne krahënohemi me ty dhe turojmë gëzuar. Por surpriza dhe dhurata me këndshme për autorin Mato Kollosi ka ardhur pikërisht nga nëna e tij, një grua mbi 90 vjeçare, e cila do të befasonte gjithë pranishmit në sallë me interpretimin poetik të përgatitur. I vajnë të teti, në të po gjëmon që atë të tjerë në shumë rukreje dhe në të fanë të kolon të vulkan. Tërmeti dhe në të të shkatëron dërë, ja dheo të jesën e dheo. Në djemë të Shqipërisë në sëvete në argjohën, qoj shqiptar të arri dita sot nga tigjet durat e dheu, lidhi shok me shok, armët e bara e bekona i zotë. Që nërë të divar, prej verë dhe sharë, është vëndion që të mua do. Prej Mitrovice në Adriatik, Jakov, Prishtina, i Pek, Libre, Pizrene, Kalkan e Lenë. Shkyp plumë, tuzë, Kaçanik, Plave, Elqyn, Hot, Grute, Shkirë. Është Shqipëri, Gjerferizovic. Edhe manastir për lepe ori, polorin, kosture, kuplit, e vodë dhe muzika, mose gabrisin, e tove qamrisin, lojnë për mërë dhe pare bërë. Pogone janë Shqipëri. Dhe lake sulli dhe ajdona, konite bukur dhe vajda mas, kishove dhe javat, sajave, filat, sazane, i marë, pjere berat. Po parë, briska, parë, ungëri, kraj, vranir, kuda një lograt. Ne të tojmë o djemë për Shqipëri, flamujnë e shënë të tonë, do vënd të nderoj me ndere me lavdi. Pastaj ka qenë vetë autori Mato Kollosi, që do të rezumonte përmes fjalës vetë dhe do të falenderonte bashkëpunëtorët dhe të ftuarit. Në emrin tim e të familjes time ju falenderoj me gjithë shpirt. U shpreh mirënjohjen time të pakufishme. Në një letër që më dërgonte shoku e miku im Yzeir Dervishi nga Tirana, më përgëzonte për 2 veprime të menduara mirë që kisha bërë unë sipas tij, për zgjidhjen e hallit të rëndë që më zuli, largimit nga qyteti i Tiranës dhe angazhimi me krijimtari letrare. E fillova pa u dhënë shumë rëndësi, sepse ju përkushtova kësaj rruge të dëshiruar që para ditës time, po edhe po realizoj tash mbas dite. Kur mosha po më ikte, vështirësitë ishin të mëdha, brendat më kishin mbërthyer shpirtin e mendjen. Talenti kishte rënë gjumë, pra ishte një mot i vërejtur që nuk e lejonte diellin të ngronte tokën. Për çudi, në këtë mbasdite retu largua, moti u kthjellua, dielli filloi që ta ngro tokën. Mosha nuk më pengoi si mendoja unë. Brendat më inkurajuan se shpirtin më lehtësuan. Talenti u zgjua, i shlodhur nga gjumi i gjatë që kishte zënë. Nga dalësia e fillimit filloi të marritëm. E parëndësishme a filloi të bëhet e rëndësishme, derisa ajo dal nga dal u bë pjesë e jetës time. Oreksi vjen duke ngrënë tot populli. Me qoftë se në fillim punoja sa për të mbushur kohën vakum që më ishte krijuar nga papunësia, më vonë kur mësova me të, nuk e lija dot më. Punoja me shumë dëshirë. Brenda një dekade e pak kam shkruar më shumë se 30 libra në prozë e poezi, me më shumë se 5.000 faqe, nga të cilat 21 prej tyre i kam botuar. Për volumin e kryer shifrat trasin vetë, kurse për cilësinë ende ndërgjegja më vret. Ka pjesë e vepra të mira, por ka edhe jo fort të mira cilësisht. Megjithatë, e rëndësishme është se kam bërë diçka për të lënë gjurmë prapa, për të mos harruar me njëherë sa shkëputesh nga jeta. Këto arritje nuk janë sigurua lehtë. Më kanë lodhur, më kanë bërë që ta vrasë mendje shumë, më kanë lënë edhe pa gjumë, më kanë gëzuar e idhruar, për të mos humbur, por të punoj për të fituar. Jeni ju ata e ato
të njohur e të panjohur, që e vlerësoni realisht se çka më dhënë për të lexuar, mësuar e nxënë. Veç përpjekjeve të mia, u a di për nder, edhe nxitësve i kurajusve të fillimit, veçanërisht, shkrimtari e miku tim të nderuar në Fierë, që mendoj t'ja transmetojë shokët e Fierit, shokut Tashkolako, që bëri seleksionimet e para të gitarit tim në vargje të lira, në mënyrën e të shprehu, por të dala me forcën e gjendjes së rënduar shpirtërore, nga i cila u botua libri i parë me vjesha me titull Letadin, që ndofta nga ana estetike nuk është shumë e bukur, grafikisht, por për mua ishte si fëmia i parë që i hapi rrugën botimeve të mia modeste të një pasnjëshme. Mendje pretit të papërtuarit Spirodete që ka redaktuar me durime profesionalizëm i 13 libra në poezi e në prozë, profesor Bardosh Gaçen që është treguar kur do e i gaç me modest për të ndihmuar e inkurajuar mua, gazetaren e palodhur Zenepe Luka që artikujt e saj në shtypin e përditshëm ka qenë vetëm propagandë për krimtarin time. Kuadrin me vizionet të drejta për krimtarin e vështirësit krijuese Rajt Llanaj, profesor Shezai Ropën që edhe së fundi, edhe më vjen keq se s'mu ka ardhur, më nguron me fjalët e shpirtit duke theksuar, jeto qoftë edhe për të shtruar. Miku e shoku im Luan Muhameti, që ka qenë kurdoer, konsulenti im, Niko Veizi, që nuk është shmangur asnjëherë dhënjes së mendimeve për realizimin e projekteve të mia në fushën e krimtarisë, po kështu edhe mjaft krijuese intelektual, vlonjak si Gjerim Skënderi, Indieni Ferhat Çakërri, Hate Shabani, Idajet Jahe, Todi Pretaj, Mynir Gjika, Gjorgji Prenti, Albert Abazi, Ago Trusha, Ismet Lena, Dano Byllukbashi, Nebi Qela, Bali Banushi e të tjerë. Por më inkurajuese kanë qenë qëndrimet e njerëzve e lexuesve të thjeshtë, të cilët me botën e tyre të çiltër më janë shfaqur kurdoherë më shtetës. Të tillë mund të përmend Vasilgjinin, që jo vetëm i ka bërë pronë të vetë të gjithë botimet e mia, por i ka lexuar dhe më ka dhënë edhe mendimet e veta. Të tillë kanë qenë edhe shumë të tjerë si Leonora Anastasi, Greta Gjini, Pirot Sakrani, Halil Leli, Emer Galloshi, Diana e Mamude Alia, Kito Sota, Shpresa Seitaj, Ida Galliu e të tjerë. Me respekt e konsiderat e lartë përshëndes televizionin Apollon, edhe presidentin e saj Artur Rustemi, për mundësitë që më ka krijuar edhe bujarin që ka treguar, që ekrani Apollonit shikuesit e vlerësojnë si ekranin e tyre, si edhe stafin e tij, për gatishmërinë e profesionalizmin e pasqyrimin në programet e veta enciklopedikisht, kronikat e ngjarjeve, me nivel të bukur artistikisht, të saktë të kuptueshëm e bindshëm objektivisht. Megjithatë, lexuesit janë shumë borxhëllim. Ata pa asnjë nxitje, vetëm duke komunikuar njëri me tjetrin i kanë marrë lexuar librat e mia. Kështu kur shkroja librin në vend të dasës me rastin e 5 vjetorit të largimit nga jeta të djalit të vetëm, më erdhën shumë vlerësime mesazhe. Një nga të cilat ishte edhe ajo e shokut e mikut tim të shtrenjtë, Vanjel Petro, që shkruajti mbi 13 vjesha e shumë faqe në prozë për këtë problem, që u bë nxitës i botimit të monografisë me titull Fjalë Shpirti, me pjesëmarrjen e më shumë se 50 autorëve, që me këtë rast i falenderoj Vanjelin dhe të gjithë ata që ka marrë pjesë me shkrimet e tyre në këtë vepër me mbresa e kujtime të pashlyeshme. Për sa i përket romanit Shpresa, do them 2 fjalë. Aty lexuesi do të ndjejë kënaqësi shpirtërore, keqardhje prindërore, neverinë e ekstremistit, habinë e mosbesuesit, do të bëhet euforik për të përballuar e të papriturat e jetës. Do nevrikoset për gjoja të naivitetit e zëmërgjërsisë në dukje, por që në themel ka arsye. Mund të lindë edhe ndjenja e mosbesimit për ndonjë çështje, por me ndërgjegje të gjitha janë të vërteta. Nuk ka sa ime, s'madhime e zbukurime. Çdo problem është pasqyruar me sinqeritet, hapët e sipas rrjetës së jetës. Ju për mua keni qenë, jeni e do të jeni gjithçka, sepse jetë të arreshme pa shok e miq nuk ka.
Prandaj, me zemër të hapur, me shpirtin e zhuritur e me mendjen e fizikun e dorbitur, përulem përpara nderit e vlerësimit që më keni bërë dhe uroj jetë e shëndet vetëm të mira pa që një jetë. Faleminderit.